Duhet me kuptu vëllezër se origjina e thjeshtësisë edhe modestisë është në zemër. Jo në ata që e shfaq njeriu, gjymtyrët e tij. Çfarë do thotë kjo? Thotë kur nuk është modesti, vëllezër, nuk ka thjeshtësi kur ti tregohesh i thjesht para dikujt që është ka më i ulët se ti në grad. Pse? Se modestia vëllezër çfarë është? Modestia është që ti në origjinë mos me pa që ti ki diçka në vlerë, ki vlerë diçka më shumë se ai që ty detyron që ti çka mu tregu modest ndaj tij. Por mos me pa veten hiç para tjetërkujt se ti, do thot, ai meriton që ti mu për ul para tij. Edhe mu tregu i thjesht para tij. Çka do të është modestia? Andaj si rezultat i kësaj ti qoftë me të voglin, qoftë domethënë me të varfin, me kudo qoftë, tregohesh ka modest edhe raportet e tua me to i ki sikur raportin e vllahut me vllahun, edhe shokut me shokun. Po në moment që ti pendjen veten tani që ti tash duhet mu tregu pak modest për dikon tjetër, këtë automatikisht tregon edhe se ti po e sheh veten që ka pak më anal se ai. Andaj kjo është një lloj modestie, domethënë jo fort reale. Edhe është një lloj krye lartësie apo mendje madhësie e fshehtë, siç thonë dietar. Andaj vëllezër, kush është ai që ti tregon se ti realisht je më i ngritur se ai? Me çfarë kriteri do po e man veten, apo po e mat veten? Sa do njëri mençur nëse ndalet edhe mendon për veten e vet, për gjendjen e vet, adhurimin që ja bën te Allahu subhanahu wa taala, punët e mira, gjunahet, shkujdeset që ai ka, e vren që realisht nuk ka diçka që ty me të nxit që ti më mbajt me të madh çka para tjerë, para muslimanëve. Nëse e ki për shkak pasurisë, e ki për shkak të shëndetit, apo gjanave tjera që t'i ka jep Allahu në jetën e kësaj bote, dije se këto nuk kanë vlerë te Allahu subhanahu wa taala. Nuk i shikon Allahu këto. Nuk është kriter kjo te Allahu subhanahu wa taala se kush është më i mirë, e kush është më i ngritur, kush është më i ulët. Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar për Allahun, thotë inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allahu nuk i shikon pamjet e juaja as pasuritë e juaja. Walakin yanzuru ila qulubikum wa ila a'malikum. Mirpo Allahu shikon zemrat e juve dhe punët e juve. Çka është kriteri vëllazër te Allahu subhanahu wa taala? Pra vlera e njerit çka që nga, po fetaria e tij, morali i tij, sjellja e tij, logjika e tij. E nuk merren parasysh vëllazër ka pasuria apo shëndeti, pse se këto për një çastion më një herë mundet me t'i marr Allahu subhanahu wa taala. Po një herë i ki, në moment i ki, pastaj nuk mundesh më, nuk i ki më në posedim se ti merr Allahu subhanahu wa taala. Siç ka thënë janë prej poetëve, thotë fala taghtar bil izzi wal mal. Thotë mos u mashtro me krenarin fuqi që e ki, me shëndetin, thotë as me pasurinë. Thotë se jemi sprovu, thotë edhe vashojmë njerëzit duke u sprovu se si Allahu ndryshon gjendjet e njerëzve. Mirë, nëse ki dije, edhe dija të bën shkak se ti më mbajt me të madh para tjerë vëllazër. Prapë kjo nuk është arsye, pse se ndoshta ai që ka më pak se ti dije është më i mirë se ti te Allah. Pse se ai me çat dije që e ka e adhuron më shumë Allahun se sa ti. Me çat dije që e ka ai zbaton praktik. Plus shtoja kësaj që njeri sa më shumë që të mëson, i shton argumentet e Allahut kundër vetes. Nëse nuk vepron me ata që din. Edhe Allahu ka më të marrë llogari për dijen që e ke mësuar. Si shon hadith vëllazër nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se në ditën e kiametit nuk kanë me lviz kamët e njeriu, derisa t'i ban disa pyetje, një prej tyre me dijen që e ke marrë, çka ke punu me dije. Ka me të pyet Allahu subhanahu wa taala. A e ke qitë, domethënë çka në praktik. Pastaj çka dije që e ke, aja ke kumtu tjerëve. Domethënë a ke pat zakatin e dijes që ke mësuar për fenë e Allahut. Sa i ke thirr njerëz drejt Allahu subhanahu wa taala. Domethënë çka shtohen domethënë çka përgjegjësitë. Pra, mendje madhësia, vetpëlqimi, mahnitja me veten, kryenesia, këto janë defektet mëdha të zemrës, cilat e pengojnë njeriu që me pas sukses në jetën e vet. Pra të privon Allahu subhanahu wa taala për shkak tyre nga suksesi, varësisht se sa i ki këto smundje në zemër. Edhe bën shkak që me deviu pe rrugës, vërtet edhe me tu hek bereqetin nga dia edhe nga punët, Allahu na ruaj.